Ne kemi shumë njerëz të pasur po janë zemër ngushtë, dhe kemi shumë njerëz të varfër po janë zemër gjan. Halali i pakt i ban njerëzit zemër gjan. E disa njerëz shumë të pasur po janë zemër ngushtë, se harami ja u ngushton zemrën atyre. Atëherë, a don më kanë zemër gjan? A don më kanë i qeti? Po. Atëherë, vetëm një sen, ke frikë Allahun, fitoje rizkun me halal. Pasha Allahun nuk ka sen që ja ndriçon zemrën njeriut, se sa dituria dhe kërkimi halalit dhe veprat e sinqerta. Nuk ka sen që njeriu e ban me zemër gjan, se sa një prej faktorëve shumë të rëndësishëm është furnizimi halal. Ju rrethu temanina was sakina, ushqimi halal i jep komoditet dhe rahati njerëzve. Ushqimi halal i jep rahati dhe komoditet njerëzve. Jemi dëshmitar na që kemi ndoshta edhe në mesin ton më gjanë dhe më afër dhe më larg. 20 vjet është në krizë. Ai është milioner, rregullisht e ka krizën dhe termin krizë. Hoxh, shumë kam krizë të madhe. Dhe nuk i heket kriza atij asnjëherë, se ka një shejtan çuvar në zemrën e tij dhe ai rregullisht ja bën krizë në shpirtin e tij. Ai ngushton zemrën e tij, ai erson zemrën e tij. Pse? Se ai furnizimin nuk e ka me halal. Ja u tregoj një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeriu i është bën pa drejtësi e madhe. Dhe ja kanë marrë shtëpinë atij sahabijut. Dhe i thot, nëse afrohen njerëz dhe thonë, nëse kjo është shtëpia jote pranari, atëherë thotë un kam me bën një dua. Ajo është duaja, inshallah Allahu ti merr sy dhe të verbnon dhe ta bën varr këtë plaçk që ma bën ti mu. Pse? Po don me padrejtësi me marr pasurinë e dikujt tjetër. Po don me marr shtëpinë e dikujt që nuk është pronë atij. Ajo gruaja edhe ky sahabia pe ban, e pastaj për një kohë të shkurt Allahu ja pranoi duan. E bani qorr dhe ra në bunarin e çasaj shtëpie dhe ju bë varr çajo shtëpi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili uzurpon një pjesë të tokës, një vend pronë e cila nuk është e atij, mallkimi i Allahut është mbi te. A dini çka është mallkimi i Allahut? Përjashtohesh prej rahmetit Zotit. Prandaj o vëllezër, duhet me pas frikë Allahun, mos mi hin meç vllau tand. Mos mi bë zullum pasurinë e dikujt, se pranohet duaja. Saad ibn Waqqas radiallahu anhu është një prej sahabëve të veçantë që ka bërë dua pejgamberi alayhis salam për ata, dhe krejt duat e atij na janë pranu. Krejt duat e atij na janë pranu. Tkujna Saad ibn Waqqas radiallahu anhu. Saad ibn Waqqas një njeri një ditë dhe i tha, i ngjiti tuhme dhe i bani iftira, edhe u anku tha Saadi, nuk po gjikon drejt, nuk po ban punë të mira, do të nuk po jep hakin maksimumin. Atëherë Saad ibn Waqqas radiallahu anhu e bani edhe ky një dua dhe tha, o Zot, zgjatja jetën tina, por zgjatja jetën, po shtoja sprovat në jetë gjatësinë e tij. Dhe i tha, o Zot, merrja dhe atina syt dhe dënoja, o Zot, këtë. Edhe që ky njeri pas një kohë të gjatë ju afrun dhe Zoti dha jetë të gjatë. Ai njeri u verbnu dhe ai njeri u shtun shumë sprova të atina. Edhe kur e pyetsin se çka është halli jot, thot halli jam, thot është duaja Saadit që unë i bana iftira dhe unë i bana padrejtësi atij. Prandaj duaja e njeriu mëdhlum që i bëhet padrejtësi, edhe në pasuri, edhe në nder, edhe në sen i pranohet duaja. Prandaj duhet me pas kujdes, mos me qenë ti zullumçar, po më mirë është më të bëj dikush zullum se sa mi bë zullum dikujna. Sa musliman për 5 grosh e shet vllazillëkin e tij dhe ngjet dhe bën telashe të mëdha. Sa njerëz i bëjnë fesad me zvete për kur gjo hiç të dynjas, që se ne shfryzon dashta hiç, edhe e fiton xhehenemin dhe rahatëzllëkin. Prandaj jemi tu fol për vlerën e halalit dhe ndikimin e saj, se halali ta ndriçon zemrën, të bën zemërgjan edhe çka, të bën të qetë dhe komod në jetën tënde. Furnizimi halal ta mundson ti me pas frikë Zotin. Furnizimi halal ta mundson ti me pas frikë Allahun azza wa xal. E ai çka ushqehet me haram, i largohet frika ndaj Zotit, i shtohet frika ndaj njerëzve. Ata që nuk kanë frikë Allahun, Allahu ja mbjell një frikë dhe i kanë frikë njerëzit.
Edhe ata duhet me pas bodyguarda për rreth, duhet me siguru pasurinë e tyre, vetveten, evladin e tyre. Pse? Se shumica e tyre e kanë fituar në çka? Me padrejtësi dhe me zullum. E prandaj furnizimi me zullum dhe me padrejtësi, ai nuk ka mundësi mu ka një qetë dhe i lumtur në jetën e tij. Po çka? Ai nuk është furnizuar me frikë ndaj Allahut, atëherë Allah ja kompenzon me frikë ndaj njerëzve. Ai që nuk ka frikë Allahun, ai do të ketë frikë çdo kandin, ndërsa ai që ka frikë Allahun, ai s'ka frikë as kandin. Allahu na mundsoft me pas frikë vetëm Allahun subhanahu wa taala.